Fanes për shteti se e gjo mirë minimu kokën. Ne jena të knaqën njërë për shërbimin, qoftë edhe për shtesën, qoftë për tëna. Unë jam ushtarak, vërdemisht tu e marë atë pensionin, nuk kam pas asnjëherë probleme, asë gjë mëngët, çdo gjë në rregull. Pensionista jemi, kemi dhe nevojë për një stimulim, kemi bëjmë diçka më tepër, se gjithmonë për fund vitit të ri shtohet diçka më tepër. Ne jemi shumë të kënaqur edhe nga qeveria, që bën këtë shtesë, që mori hapin, se vërtemisht e ka bëu, jo si mjet, por vërtemisht ka bëu shtesa, ka dhënë bonus, jemi shumë të kënaqur. Unë jam i kënaqur për vendi. Për tjetër faleminderisht, ai s'ka mundësi, i qenë mirë shtua. Në përgjithësi nuk ka shkeq sepse na dihet se si po evoluon koha, anësi ka si shoh një progres në këta probleme, qeveria shqiptare është e përkushtuar për këtë punë dhe kështu që ne na të kënaqen. Sigurisht duhet pretendojmë më tepër, po me kalimin e kohës po atë që këta punë do të bëhen edhe më mirë. Tash më tepër si Bashkimi Evropian do të na favorizojnë më shumë zgjedhjen e pensionistëve. Kështu që unë jam i kënaqur, masi festat kalojnë mjaft mirë dhe me këtë tip bonit. Për momentin na duket mirë bollehena, hajtini me vogël sa do pak, ma që kena pensionet ulta, pensionet kooperativet bujqësore për shembull. Siç ka kanë. Unë marr 130.000 lek pension. Krahasim me mujt tjerë për shembull, më duket diçka pak më mirë.